Ishte vizita e parë jashtë Shteteve të Bashkuara e Donald Trump si president, por ndryshe nga çdo pararendës i tij, Trump nuk zgjodhi të debutojë në Kanada, Mbretërinë e Bashkuar apo në selinë e NATO-s në Bruksel. Jo, ai zgjodhi Arabinë Saudite, që nga zbritja e Air Force One në Riyadh më 20 maj 2017. Ceremonia ishte spektakolare. Vetë mbreti Salman e priti në aeroport, një nder që ju mohua edhe Barack Obamas 2 vite më parë. Në çdo rrugë të kryeqytetit, posterët me fytyrat e Trump dhe mbretit saudit. Mesazhi i qartë: ky është partneriteti i ri. Kushner, urdhëlidhse e epokës së re. Aktori i heshtur por vendimtar i këtij kapitulli nuk ishte Trump, ishte Jared Kushner, dhëndri i tij, një hebreu ortodoks me rrënjë 1 miliardere të pasurisë së patundshme. Kushner ishte negociatori i vërtetë i marrëveshjeve me Arabinë Saudite, sidomos për kontratat masive të armatimeve me vlerë mbi 110 miliardë dollar. Ai ndërmjetësoi zbritjen e çmimeve të helikopterëve Black Hawk, telefonoi drejt për drejt drejtuesit e Lockheed Martin dhe siguroi zbritjen e fundit për sauditët. E gjitha ndërkohë që delegacioni saudit priste në sallën ngjitur. Marrëdhënia e Kushner me princin e kurorës Mohammed bin Salman, atëherë një 33 vjeçar, në ngjitje të lirë drejt pushtetit absolut, u kthye në një miqësi strategjike që po ndikonte në diplomacinë globale për vite me radhë. Trump dhe mbreti Salman ranë dakord për një gjë: Iranin si armikun e përbashkët. Kjo i mjaftoi Arabi Saudite për të harruar se vetëm disa muaj më parë Trump e kishte akuzuar për 11 shtatorin dhe i kishte kërkuar naftë falas për 10 vite. Në këmbim të armatimeve dhe premtimeve për ndihmë kundër Iranit, sauditët harruan çdo fyerje dhe pranuan të nisin një qendër globale për luftën kundër ekstremizmit. Ironike, pasi pikërisht Arabia Saudite ka financuar për dekada medreset më radikale të botës, Trump nuk i kërkoi ndjes Islamit, i dha armë. Fjalimi i Trump në Riyadh, që i fortë, nuk pati ndjes, nuk pati fjalë për të drejtat e njerëzit, nuk pati shqetësime për Yemenin, kishte vetëm një mesazh: bashkohuni me ne kundër terrorizmit. Kjo është epoka e stabilitetit, jo e ndërhyrjeve. Për Balltin ndodheshin liderët e GCC-s, përfaqësuesit e 6 shteteve më të pasura të gjirit, me përjashtim të Iranit. Të gjitha pritën një konferencë mbi Islamin, si ajo që Obama kishte mbajtur në Universitetin e Kairos në vitin 2009, por në vend të kësaj dëgjuan një aleancë të hapur pro-regjimeve autokratike që i ofronin SBA-ve stabilitet dhe biznes. Nga America First te The Arms First, kontrata e 110 miliardë dollarëve përfshinte anije luftarake, sistema antiraketore, tanke dhe mbi 150 helikopter Black Hawk, gur themeli të kompleksit industrial ushtarak amerikan. E gjithë kjo u përmbyll me garanci se nuk do të ndiej më zëri për gratë, për të drejtat e njerëzit, burgimet masive ose mizorit në Yemen. Trump e bëri të qartë: nuk erdha t'ju tregoj si të jetoni. Kjo është puna juaj. Ne jemi këtu për partneritet dhe stabilitet. Një kthes gjeopolitike e heshtur por e thellë. Në retrospektiv, 20 maj 2017 ishte shumë më tepër se një vizitë presidenciale. Ishte kthesa që paralajmëroi distancimin e Amerikës nga politika morale e Obamas dhe rilidhjen me real politikën klasike: armët, stabilitet, interesa të përbashkëta. Ishte po ashtu momenti kur Arabia Saudite zgjodhi të besojë më shumë dhëndrit të presidentit amerikan se sa çdo diplomati apo senatori në Washington.